Sepse njeriu vazhdimisht ka nevojë për murshid dhe irshade. Murshid do me thonë mësus, irshade do me thonë gujt, udhëheqje. Si shtot Allahu në surën Yasin, që të tregon do me thonë innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Irade, pra, kur dënë Zotin me bo emën, me dhon emën diçkaje, i thot kun fayakun, bëhu, aja bëhet. Vetëm me emën të Allahit. Vëllezër, temat të cilën sot do ta diskutojmë së bashku në këtë xhami, titullohet Historia e Islamit tek shqiptarët. Ne jena shqiptarë nga viset të ndryshme, Kosovë, Maqedoni, për shembull, Bujanos, Medveç, Tropoj, Iran, e deri atje në Konispot, në Shqipërisë. Të gjithë jemi besimtarë, shqiptarë që flasin gjuhën shqipe, dhe gjithmonë me sheku i kemi ruajtur këtë din, këtë fe, këtë besim. Gjithë shqiptarë, edhe gjithë shqiptariu që i shtë në xhami, e kanë luajtur këtë besim edhe në kohra më të vështira. Kanë luajtur kohën e perandorisë bizantine, kur edhe në kohën e Manjëve, në kohën e Doshanitëve, e kanë luajtur edhe në kohën e Gjermanit, e Bullgarit, e Grekit, e Rusit, e Serbit, e tjerë, e kanë luajtur këtë besim. Në më thonë, kanë thonë, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Kanë thonë se nuk është pra zët tjetër që meriton të adhurohet, veç një zët, Allahu dhe Mesha. Tash, unë inshallah do të flas një temë që ka të bëjë për gjenezës, për zëfilët, për zënafilët. Se të na herët a ke po, edhe Kurani kur fillon me spjegue hyrjet e ajeteve hyrësës janë, hapse, tregoj falendrim ndaj Allahut, tregoj se si Allah i ka krijuar gjithësinë, tregoj se si njeriu u obligu me urdhra, tregoj se si njeriu duhet drejtuar, si edhe si khalifa në ardh, si me kam si Zoti pro, tregoj urdhat që kimi na si njerëz. E njëri me kështu njëri është një botë në vete. Insan, që është i përbon për dy përbërësve. Batem, rëndësi, edhe dhahir jashtë. Që të dyja, ku janë bashkë, edhe kompletohen, bohen të insan nuk janë. Bohen të insan të aman që është në kompletohen. Jeve është dhahir, sene si përfaqësore, jetë si përfaqësore. Jeve batem, çka do të kjo? Do të thotë që pa pas iman në zemër, pa Allah e abonashën të pejgamberit selam, dhe është me jashtu, nuk mundesh me bëu kur gjë. Se imani është indikator i brendshëm që nuk shihet në syrin e njeriu. E çaj imani është i mirë me kontribut për xhamia, për libra, për shkollim, për edukim, për zhvillim, për ndriçim. Çaj është imani. Nëse nga të gjithë kemi imanin që është duhet, na japim edhe më të dhemshme për hir të Allahut me ngrit fjalën e Allahut.